Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës rënë dakord në parim për zbatimin e konsensusit të arritur nga krerët e të dy shteteve gjatë telefonatës së tyre më 5 qershor. Zëvendës ministri kinez i tregtisë Li Chenggang, i cili është gjithashtu përfaqësues i tregtisë ndërkombëtare për shtetin aziatik, deklaroi paktin pas takimit të palëve në Londër. Gjatë 2 ditëve të fundit, ekipet kineze dhe amerikane kanë realizuar bisedime të shumta. Komunikimi ynë ka qenë shumë profesional, racional, i thellë dhe i sinqert. Të dyja palët rënë dakord në parim mbi kornizën për zbatimin e konsensusit të dy krerëve të shteteve, si dhe konsensusin e takimit në Gjenev, deklaroi ai. Zëvendës ministri i tregtisë shpreson se progresi arritur në Londër do të ndihmojë në forcimin e besimit midis dy kombeve dhe do të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të shëndetshëm të lidhjeve të tyre ekonomike dhe tregtare. Të dyja palët do të sjellin dhe do t'u raportojnë udhëheqësve tan përkatës rezultatin e bisedimeve në takim si dhe kuadrin që u arrit në parim. Shpresojmë që progresi të promovojë më tej zhvillimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes dy vendeve, si dhe të injektojë energji pozitive në zhvillimin ekonomik botror, tha ai. Pas bisedimeve në Gjenev muajin e kaluar, dy ekonomitë më të mëdha në botë rënë dakord të ulin përkohësisht tarifat 3 shifrore, por ndalimi i përkohshëm pritet të skadojë në fillim të gushtit. Një telefonat midis presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit amerikan Donald Trump javën e kaluar hapi rrugën për këtë raund bisedimesh tregtare të nivelit të lartë. Mendoj se të dyja palët kishin një shtys më tepër për të arritur rezultate, me presidentët tanë që na nxisin të kujdesemi për shtetet përkatëse, deklaroi sekretari amerikan i tregtisë Howard Lutnick.